Jam në alfabet, nuk jam ullë asë njëherë në bankë. Kisha 2 muaj që kisha bërë 14, kisha ëndra tjera, nuk kisha më mësu. Ishte djali një javësh, edhe dole të lueja. Edhe veç ka thënë vjera, tha, Mia ka bërë fëmijë. Kur na atim në fakultetë, babën dhe të kisha gjallë. Unë po them të gjithë kërkojnë nënën, kurse nuk them babë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni dhe të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të sjellim historinë e një nëne Dibrane, ajo quhet Valbona dhe është 44 vjeç. Do rrëfej historinë e jetës së saj këtu në live me Odetën, nga momenti kur mbushi 6 vjeç dhe nëna e saj e dënoi duke mos e dërguar në shkollë dhe duke e lënë analfabete. Dhe deri tek momenti kur babai me nënën në bashkëpunim e martuan fëmijë në Fushkruj. Jeta e saj ka pasur shumë përplasje dhe plag që e kanë lënduar, por ajo nuk u dorëzua kurrë. Dëshirat dhe ëndrat që pati fëmijë dikur Valbona luftoi fort tek fëmijët e saj, sepse ka sjellë një jetë plot 4 fëmijë. Unë mezi po pres për ta dëgjuar këtë histori, për të dëgjuar zërin e një nëne, zërin e fortë dhe forcën e një nëne që bën për fëmijët e saj. Kështu që hap dritaren dhe ftoj me njerë këtë 44 vjeçare për ta dëgjuar rrëfimin e saj. E dashur Valbona, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Si jeni juve? Mirë qenë. Në fakt, edhe nuk jam mirë kur lexoj shumë mesazhe të trishtuara që më vinë në celularin tim, dhe një për atyre mesazheve keni qenë ju, që më dërguat në adresën time të Facebookut. Çfarë ka ndodhur Valbona? Mund të më tregosh? Problemi im, Odeta, nuk e di se si ta nisi, po problemi im është që nuk është se nuk e kam burrin, unë e kam, po nuk po na del. Për anën ekonomike për ushqim më shumë, që kërkoj një ndihmë. Por vajza ka probleme me shëndetin? Me shëndetin, në të drejtën, ka raste që më bë përshtypje, nuk e di, po ka raste që më nevrikoset dhe nganjëherë mi bie kokës, nuk e kuptoj pse ma jep këtë problem. Edhe më nevrikoset shumë. E ke çuar vajzën tek mjek ose ndonjë psikolog? E qartë, por ju si nën dhe partneri juaj si baba e keni detyrim të punoni, të gjeni ku të doni lekët për të kujdesur për shëndetin e vajzës. Jo, këtu te spitali, këtu e kemi çuar te ambulanca, është normale, thotë fëmia në zhvillim nuk ka problem. Është thjesht nevrike, nuk më kanë thënë që ka ndonjë problem, por mua më bë përshtypje. E të shu Valbona, më falë që të pyes, sa vjeç jeni zemër? Unë jam 44. 44 vjeç, ju ku jetoni? Në Fushkruj. Në Fushkruj, por bashkëshorti, sa vjeç është? 55. 55 vjeç, pas keni 11 vite diferencë bashk. E të shu Valbona, ju vetë nga jeni me origjinë? Unë jam Dibrane. Dibrane dhe jem martuar në Fushkruj. Po. Sa vite marteske? Tani në tetor bëhet 31. Ka qenë një njohje me dashuri apo me mblesëri? Jam me mblesëri. Besoj që ti ke qenë e re, sa vjeç ke qenë? Unë kam qenë 14. 14 vjeç? Ka që vogël si të martoj familja? Detyrim që ka qenë atë kohë. Vendoshin vetë, bëjshin vetë, kur ti meshin vesh neve, ishin mbaruar çdo gjë. Valbona, por si ta komunikojnë nëna dhe babai që do të martohen? Ti ke qenë fëmijë? Historia ime, po, 14 kam qenë. Disa kisha 2 muaj që kisha bërë 14. Akoma nuk, as 14 nuk i thot në ta moment, 2 muaj. Unë jetoja ke daja, tu në Fushkruj. Por pse? Dhe nuk jetoja me nënën dhe babain? Mami dhe babi ishin 6 fëmijë. Ishim shumë të varfër në atë kohë. Ishim shumë të varfër.
Ishin nusën e Dajos që ishte shtatzane dhe më prunë për t'i bërë izmet nusës Dajos. Se ishte në gjendje jo mirë, në shtatzanisë. Në atë kohë pastaj vje Daja dhe më thot, i thot gjyshes time. I thot në ka një djalë ta e ka parë vajzën e te ande. Po mirë thot, po rënë dakord vajza mirë. Në atë moment e bie, vje djali, shumë nuk ishte, unë isha 14, çdo kërkoj nga një 14 vjeçare. Ti 14, ai ka qenë 25. 25, 24, 25, kështu. E qartë, ai i rritur në moshë madhore, le të themi, ti ishe e mitur. Normal, po normal. Aty pastaj u pam edhe më pyesin, Dajo të këto halta si të duk, unë i thash thjesht. Tash si djalë tash nuk ka të sharë, kaq. Tash po unë nuk ka përgjigje, tash unë as po as jo. Pa pyet mami. Unë kërkoja mamë. Po. Në atë moment tani Dajo të mi i qenë telegram, se me telegram nuk kanë qenë atë kohë. E qartë, e kuptoj. I qenë telegram babit i thënë nisu urgjentisht për punën e vazhdonit. Mami këshin me babin, ishin trënditur, këshin kujtuar se kishin iku, se ishte ajo koha e rëmujave që ishte hyri demokracia. Vitet pas 90-s. Edhe pastaj vje babi, unë përqa mami të vje babu. Kur Daja lajmëroi babain me telegram që nisu, ata u trobën me duan se mos të kishin rrëmbyer ty. Po, kjo, a ishin një tromaksu komplet. Dhe babai vjen me urgjencë? Vjen për është nisur natën në mëngjes herët ishte në shtëpi, ke gjyshja. E qartë. Edhe dhe më shikon mua në derë aty, u qetësu babi, po diskutuar me Dajën, pastaj këto folën, ashtu për mua nuk më pyete. Kjo ishte e keqja. To kishin lënë takim atë ditë pastaj, kishin lënë takim me burrin, kishin diskutuar. Edhe kishte thënë babi, po babi në fakt ka qenë në i qik i alkoolit. Jo i qik, po ka qenë tepër i alkoolit. E kuptoj. Edhe kishte pirë një qik babi, pastaj në ishte bërë pa mamën e spyshte më e se qaj ishte mbrapa. Edhe i kishte thënë që çdo gjë ka marrë fund, kur të doni, jeni të mirë pritur. Por babai me ty atë ditë foli, të pyeti? Atë dite, para se të shkonte të diskutojshin për këtë mohabet, pare o deta. Nuk më ranë si fare, nuk më pyeti. Unë pritësha mamën që me mamën të shpresha, jo me babu. Se me babu më vitë zosa, që ishte koha jo. Dhe çfarë ndodhi? Kur babai erdhi, kishte takuar miq, erdhi në shtëpi? Erdhi babi e më tha mua, folëm prapë këto dhe më thiri mua, dhe më vajta, në më tha babi, tha, si të duk, tha i djali. Ashtë babi, thash nuk më pëlqeti. Nuk dua, thash edhe nuk më pëlqeti, thash nuk e shaj, thash, nuk shaj njëri, thash po nuk më pëlqeti, thash nuk e du. O, tha babi, tha, neve tha e kemi thënë, tha, po, tha, edhe ato të vinë, tha, për 2 javë të vinë, tha, atje, tha, në Peshkopi, po. E po mirë, thash, me të drejtë, ajo e keqja që kisha dhe i thash një fjalë të rëndë, thash e po mirë, thash, me si ke dhënë fjalën, thash jepi grunë tënde. Isha shumë keq, me të drejtë, ne jam penduar për këtë fjalë që i kam thënë, se sot nuk më jeton babi. Por babai i ndjeri si reagoi? Penduar. Si reagoi kur i dhe këtë përgjigje? Atë e di unë, tha. Aty pastaj më ka marrë, kemi ikur në Tiranë, nga Tirana pastaj kemi ikur në Peshkopi. Edhe babi po priste tani që unë t'i thoj shapo, fola dhe me mamën, mame t'i thashë ma, unë nuk e duaj, të flesë unë s'kam moshje këtë më thua. Mirë i thash mamën, mirë thash se më lakë pa shkollë, të s'më kanë fus pare. Pse, çfarë moshe, ose çfarë klase e ke ndërprerë shkollën? Pare, jam në alfabet. Wow, nuk e bërë asnjë klasë shkollë? Jo, fare. Por nuk jam ullë asë një herë në bankë. Por pse prindit nuk të kanë çuar në shkollë? Nuk më qonë të mami.
Por pse? Kam vuajtur shumë, Odeta, kam vuajtur shumë. Treguar vujtjet e mia kanë jenë në ekstrem. Por pse nuk të kanë çuar në shkollë? Nuk më çonin, vinin përpas, i mbajnë në nënsisor, vinin mësueset që bëshin regjistrimet e fëmijëve në shtëpi. Po. Edhe më pyeti mua mësuesja, më tha, sa të bëj një dhe një që ishin të pyetjet e mësuesve, edhe unë ja shpjegojsha. Edhe i tha mami, po pse po thu ti pasoj vajza, mami i thonë, e kam budallaq, mami, vajza, nuk e çoj në shkollë. Ua, e të mërshme. Nga mami kam pas shumë akuza, në të në drejtën. Ajtë, si do është nën për apë nuk në uli poshtë. Po jo, zemër Valbona, që nga shumë moment që nëna dhe babai nuk të kanë çuar në shkollë dhe nëna të ka trajtuar si një fëmijë me probleme që kur vinin mësuesit në shtëpi, thoshte vajzën e ka me tmeta mendore dhe nuk e çoj në shkollë. Kjo është shumë e rëndë. Shumë e vërtetë. Dhe kur mësuesja erdhi dhe të pyeti dhe ti u përgjigje dhe ajo e pa që kishte probleme, si reagoi nëna jote? E ka me periudha, si t'ja kapi truri. E gjende atë është pikimin në sekond, po ishte pyetje fjalë fare. Pasi hikë mësuesja, pastaj unë filloi qaj, se unë doja të rikja në shkollë qaj. E kam pas shumë pasion. Pasioni im në fëmijëri ka qenë këngëtar. E kam pas shumë të zemë. Që unë të bëshë një e famshme, po e kam drejime në gjendin që nuk u bë. Dhe më vjen keq që nuk i ke vazhduar studimet, realizosh ëndrat e tua. Por në momenti që ti fillove të qaje, çfarë të tha nëna kur ti kërkoi që dua të shkoj në shkollë si shoqet e mia? Më goditi. Të dhunoi? Po, më goditi, më futi brenda, pastaj në atë moment vje babi nga puna, edhe më gjenë të qaj. Më previ dhe flokët, mami, më bëri të lavës. Wow. Vura një shami në kokë, vje babi, e në thot babi. Pse thot kështu, thot ke ku shami e mbosi nënaj. Një herë, dy herë, vete shamia, jo gjithë kohës. Babi më hek shamina dhe shikon, po pse ke qefi, sa upa dhe rriun dhe të meta me flokët e kësaj. Jo, babi, jo, i tash unë erdi të mësuesja, tash më pyti sa bëj një dhe një, unë i tash dy. Edhe mami tash nuk më le më shku për shkolla, i bërtiti babi, tha jo, dhe rritha kjo dhe rrisi fëmijë, se ishë unë majnë mami. Nga qifë. Dhe ti punoje në shtëpi dhe pse ishe 6 vjeçe, 7 vjeçe në atë kohë, kujdeseshe për motra dhe për vëllezrit? Laja dhe shplaja dhe gëtë. Por baba jot i ndjerë të njëjtin mendim kishte si nëna që ti s'duhet të shkoje në shkollë? Jo, s'mi le të mamë. Pra ishte nëna ajo që vendosi për ty? Nëna. E dashu Valbona, se më preke me këtë histori, por motra dhe vëllezrit e tjerë kur u rritën, e vazhduan shkollën? Po, gjithë. Vetëm ty nëna nuk të çoj në shkollë? Vetëm. Por kur ti u rrite zemër dhe e kuptove, le të themi që shkolla ishte domosdoshme dhe nëna të kishte penguar, e diskutove ndonjëherë me nënën tënde që pse më pengove të vazhdoj shkollën? Po, edhe sot ja kam bërë. Dhe kush është përgjigja? Edhe sot ja kam bërë. Dhe kush është përgjigja e saj? Përgjigja e ka thënë ashtu të qenë. Ashtu të qenë. Por edhe sot nuk kam dashuri nga mama. Një vajzë që adhuron nënën, që është shpirt, jo është zemra, dhe sot nuk e një dashuri nga mama. Nga gjithë fëmijët. Edhe sot e kësaj dite nuk e ndjen dashurinë e saj dhe kjo gjë të lëndon, besoj. Shumë. Ja kam bërë pyetje dhe vajzës të madhës, e kam dhe vajzën e madhe. Kam të martuar, ja kam bërë pyetje, kam thënë, dua thash të mira për një shpjegim të pse tash unë akoma se kam ndjerë. Si ndjesh ti me nënën tënde, po ta bëj tash thjesht si shoqe, jo si vajzë. Në ta vajza tha, mami tha ti, tha mami më e mirë botë, tha nuk ka lënë tjetër, përse më është më mungon shumë. Do sa përstuje faqe këtë një, shumë rrallë vjen,
Të njerëzit e vetë të gjithë tu i ka, motra, vlezë, i ka të gjithë tu. Ka ti shkon e rri, kurse ke unë 5 minuta dhe ikë. E sa përstu e faqe, ka edhe ndjeta, e dashuria nënës, ndjetë se është shumë e ftohtë. Ne kam bërë pyetje, o mama i kam thënë. Që kur kam qenë e vogël, arsyeja pse nuk më do. Jo, me thotë unë du gjithë, por nuk na do se gjithë, se ndjehet ajo. Për tjetë ke dashuri tjetër, për mua ke tjetër. Mu nuk më ka lënë të heci për para. Ose për këto tash ti hidhesh tash e bëhesh o zot. Për mua jo. Nuk më jep përgjigje fare. Mua më vjen keq. Edhe unë se kam ngacmuar. Mua më vjen keq që të kam nguar dashuria e nënës, i rritur pa dashurinë e saj, në një farë mënyrë ajo të ka marrë me qafë me duart e saj, të la pa shkollë dhe ti sa u rrite pak le të themi hodhe trup dhe ishe ende një vajzë e mbitur, sa mbushe 14 vjeç me njëherë të martuan dhe ta shkatruan jetën dhe është fatale për dy prindër që marrin me qafë vajzën e tyre si që kanë bërë me ty. Por ajo edhe sot e kësaj dite e dashur Valbona të trajton ty sikur ti je me probleme të shëndetit mendor? Ashtu më thotë, dhe sot e sot. Po kjo nuk është normale. Edhe pse kam familjen time, jam normale, në që në familjen time, prapë e thotë të. Atë se ti të t'i ke ngja halës tënde dhe budalash. Mi raporti me nënën. Ku jam të Raporti me nënën ma tregove që nuk ka qenë ajo që duhet ishte nën e bi, por me babain të ndjerë. Babën dhe të kisha gjallë. Unë pasem të gjithë kërkoj nënën, kurse më them babë. Unë, babi në më ka dashtë, babi më mëson të laja, të shlaja, të gatuaja, mbaj mënë, kam qenë e vogël, 5-6 vjeqë mund të kem qenë, që na vënd të fëmijëve të një fjallë këshu dhe merte një apetarët dhe më mësonte. Të lexoja. Që nuk më dhe, që të lexoja. Edhe ka që unë e kisha shumë pasion këngën, e mi pas kënduar të këngën e Parashivisi Marku. Kë prej tyre? Si një lokë, si një pëllumë. Mos një një të ndoni nënat, ishte ajo kënga ima më e preferuara. Edhe e këndoni me babin gjithmonë. Edhe sot më thot Haza, e kam kasetën, po nuk punon më thot kaseta, se e kam ku pe pas kënua me babin. Që kam pjallë se babin e kam pas këra shumë. Edhe ku ka vdekur, babi ka vdekur veç me pjallin tim, të gota havë. Do hik nga kjo jetë, do hik, isha so po e kuptoj, po pikën e dobet e kam veç ke vëtonë. Dhe nuk e harruja si dhe. Dhe e kuptoj qartë që hundja e babait të ka lënduar dhe është një dhimbje madhe kur humbet një prind nga kjo jetë. E dashur Valbona, ruan kujtime të mira nga babai dhe ke pasur një marrëdhënie shumë të ngushtë me të. Shumë të mirë, shumë të mirë. Po babi, përveçse se mori këtë hapin, po të hapin e mori nëpërmjet mamit, se mami më kujtë. Gjithsesi, edhe babai ka qenë përdoruesi i alkoolit dhe të dy së bashku vendosën që të martonin ty. Po, babi si pinte, pastaj s'kuptonte se çfarë bëte më. Kjo ka qenë. E dashur Valbona, ndalemi tek momenti kur babai i takoi miqt dhe ju tha po. Jam dakord që vajza të martohet me djalin tuaj dhe të morën ty dhe të çuan në shtëpi. Aty ti fole me nënën, nëna ishte dakord dhe ajo që ti të martoheshe. Po. Çfarë i bashkë se si mami, si babi ishin dakord. Sado që të folja unë ishte e kopë, e kam zjatur një muaj, që si u jepsha përgjigje. Unë e pata fshirë, komplet. Pashta e kanë harruar, nuk ma përmendshi. Një natë pastaj, dhe më tha mua, do japësh të përgjigjen të i se dhe vinë të njerëzit. Babin kur pinte, më tja po tja kundër veshe, se tja ktheshe fjallën të rrisht.
Ka qenë dhunues. Edhe shumë. Sa pinte çdo gjë mbaronte. Ikte komplet ajo harmonia e familjes. Unë nga frika sa e pash se s'kisha rrugë tjetër. Çdo që të vishte puna, aty të shkoja pra. Edhe i thash babit. Bile si tha, vllai tha, ishte i vogël, mund të qenë 5 vjeç, ishte i vogël, vllai tha, o babi tha, sa mund të në vend të bonus? Pa ha, sa thuje, sa ti, e do të bona djali, tha, po ha, sa se e divu. Unë e pash njëre të vllajn, pa e pash me inat, se u përgjigj. Edhe më tha babi, tha, ha, sa si dhe bëjmë ta të shi? Di që keni të shi, bonja thash si që tha, thash vllai. Si doni ju thash bo. Në që të fjallë, me që të fjallë, ka ishte ora 8 i darkës, kanë vajtur të posta dhe i kanë shu telegrami të dielën, në kështë ka qenë e premte të dielën kana, që më kanë buë dhe unë azën që jam të ka. Dhe kështu e dashu Valbona, u vendos fejesa jote dhe njerëzit erdhën të dielën. Pra, ka qenë një martes pa dëshirën tënde. Pa dëshirë. Kisha ëndra tjera, nuk kisha më thë. Çfarë ndodhi atë? Pritë hëllë të realizuar dëshira. Çfarë ndodhi atë të diel? Ata erdhën të vendosën unazën dhe të bën nusën e shtëpisë. Po, më dhënë në nazën, pinë kafe, për 3 muaj më kanë martua. Ka shpejt, brenda 3 muajve të u martove? As 3 muaj, as 3 muaj. Ka qenë në gusht, në gusht, tetor, jenë më thua, në tetor. Nëna dhe babaj të nxorën nuse, u bëre nuse? Po, nuse. Kanë bërë dasëm, sepse ishe gëzimi i parë në familje, logjikisht. Edhe dashtë më kamë. Sa shumë do dhe fatësi. E kishën në fatësin, se në patë të teko që një gjëgjaj. Në qevrarë u të edhe ishën atë di që kam dalë nuse, unë ka qenë 6 muaj. E kuptoj. Në kemi të... E qartë, për shkak të vdekjes që keni patur në familje, nuk ka qenë një dasëm si që bëjmë ne shqiptarët tradita që... Nuk ka qenë dasëm normale. Dasma që të hënën javë parë. Si është jam vesh me vellë. Je vesh me vellë dhe shkove nga Dibra në Fushkruj. Ishe vetëm 14 vjeç, një 14 vjeçare ende luan. Kam luajtur. Ke vajtur nuse? Kam luajtur. Ke vajtur nuse dhe ke luajtur? Kam luajtur me peta, me pit, hapa do lapa, i kisha mendje zero. Po çfarë të thoshte burri apo vjera kur luaje? Që kam marrë fëmijë. Kisha vilës linda djalin, se kam 4 fëmijë. Në jetë i kesh. Linda djalin isha 16 vjeç, akoma po bë 16, linda djalin, male. Edhe ishte djali një javësh, nëse të gënjej, edhe dole të lueja, në thirën fëmijët për jashtë. Hajde sa bona sa që të lozim, sa që në jetë i ora. Unë e bash djalin dhe ika të lueja për jashtë, dhe vjera ime në më thotë, vjerën e kam pas shumë fëmijë. Në kam dimuar jashtë pas. Po hajde më i thasë të qaj djali, a i qanë, dhe të me kisha me këlloja, më së desha pjatë gjisha se ishtë të qaj. Edhe dhe shka thënë vjera, hajte sa dhe martot një sot. Fëmija ka bërë fëmijë. E vërtet, ti ende nuk e kuptoje përgjegjësinë e një nëne, si ishe fëmijë. Parë, as nëne, as bashkëshorte, parë. Pse ekziston të asgjë. Por bashkëshorti çfarë të thoshte, se dhe ai e ka kuptuar që ti ende nuk ishe Normal, ai si të vinte nga puna, si kisha mene as të bëja puna, as të gatuja, kisha mene vesh të lozi me fëmijët për jashtë. Pse ekziston të asgjë gjë, vite burri do të vetë. Po thotë që kam morën dhe se të presë të unë të shifët të jam të rritë të dy, thotë, kam 2 kalamëje një. I dashu Valbona, një fëmijë, 14 vjeç, që e martojnë, e bëjnë me burr, një vajzë që vjen nga një fshat,
që nuk ka bërë shkollë, që nuk ka njohurinë e dur, nuk ka patur një marrëdhënie të ngushtë me nënën, që nëna ta mësoi për disa gjëra që ajo nuk i di. Si ka qenë përballja jote me burrin? S'kuptojsh më asgjë, do të thonë. Asgjë. S'ka koment. Si lindi dashuria pastaj tek ty për babain e fëmijëve? Po, pastaj mos u martova, erdha këtu. Isha akoma në atë botën time, nuk ekzistonte asgjë. Burri më ka marrë afër, nuk më akuzoi kot. Ose nga njerëzit e burrit po kam vuajtur. Pse Nga njerëzit e burrit kam vuajtur. Pse ke vuajtur nga njerëzit e burrit? Po më gjeni në turtën, që nuk flisja, kunatim ka goditur. Të ka goditur, të ka dhunuar kunati? Po. Po. Por pse, çfarë ndodhi? E dashur Valbona që... Një herë ka qenë një rast që e mbaj mend mirë, ka qenë në 97-ën që u hapën ato depo. Po, në 97-ën, viti famës për Shqipëria. Po. Edhe unë kisha djalin vogël, në po. Burri iku që u hapën tragetët për me i për Itali. Po. Po, neve aty kur ishi, kanë qenë magazinat, kanë qenë afër. Po, se në 97-ën Shqipëria u shkatërrua, gjithë magazinat depo të hapën. E kujtoj dhe unë mirë atë kohë, se dhe unë kam qenë e vogël dhe mbaj mend magazinat në zonën ku jetoja unë që u hapën të gjitha u shkatërua. U hapë çdo gjë, u shkatrua çdo gjë. Depo të armëve, Edhe më thotë kunata, po. Edhe më thotë kunata, thotë, hajde sot ti ke mamises, thotë me Orisën, ta ndajmë bashkë, është bota e kemi ka me aqta. Gjitha janë të marë. Jo, i thash nëse mund vjezos, më tutë se kur po vivja. Jo, i thash në mund vjezoj, thash ti tash shike me, pa hajde me ta se s'ka si gjë. Si mendje leci, isha hika, dhe ati kërcitësin armët, ashtu nuk ishte puna për vjedhje, për ishte puna e armët dhe si shkojshë në pishekët. E qartë. Kemi vajpër, kemi ikur këshu, zvarë, të kishë kur kaloje nga njerëzit. Zvarë, kemi marrë një thesë, kemi tërhequr, ne kemi nxjerrë jashtë. Ne e morëm në shkun nga shtëpia, ne vetë për hecë. Vjen kunati, tha, pse tha shkove vjedhe, tha, tje që na bone, tha, na marrote, tha, s'vjedha gjë, tha, shumë, atje gjithë ishin të marrë, tha, nuk e vjedha, nuk shkova hapa, tha, ne e vjedha. Aty pastaj më ka futur një dërrau, që ta mbaj në, edhe në atë ku ka qenë vjera ime gjallë, është ngritur vjera pastaj, i ka goditur djalit vetë, i tha s'ketu drejt, na e prektim që se rretu të arrati burre vetë. Kështu ka qenë historia, nuk e që më goditi, hika, burrin nuk e kisha aty. Pra, le të themi që ka qenë vjera Valbona, ajo që të ka dashur dhe të ka mbrojtur dhe në këtë situatë kur kunati të goditi. Për çdo gjë vjerën kam pas. Por çfarë ndodhi? Çdo lloj situate. Ti vendose të largoheshe nga shtëpia në momentin që kunati të dhunoi? Jo, neta ke shtëpia. Po. Nuk ishte burri aty, nuk ishte në prezencë, në tjerë që po merrte në këtë punë. Aty pastaj vjen e kthen italiani. Po. I kthen këto. Edhe ishte edhe një rast tjetër që nuk i tregova burrit, tash do zihen dy vlezë. Pra, vendose që ajo dhunë që ushtrua ndaj teje ta mbajë një sekret dhe bashortit kur erdhi nga Italia mos t'ja rrëfeje. Po? Po, që tash të zihen vlezëri, tash në për çfarë, thash po ish gjë. Ashtu e mendoja unë. E qartë. Kapacitetin që kisha unë. Edhe vjen një ditë tjetër, mësua ky. Burrin e kisha në punë. Vjen kunata dhe më ofendon. Mua. Më ofendoj mua dhe unë i bërtita, sa e përshi, do të tjetërin të më ofendoj dhe unë të rinë. Edhe unë i bërtita dhe shi familjen dhe s'ke punë në mujtë, asha bëj punë, s'bëj punë, asha jam me pasë, jam me pështë interesat i shik shpintate. Ju jetonit bashk në të njëjtën shtëpi, në të njëjtën çati me kunatin? Jo, kemi pas gjithë se ku shtëpiat e veta. Po keni pasur oborrin e përbashkët? Kemi qenë me një lagje.
E kuptova. Lagjin. Kjo shkon atje në të bërtitë të bëhe, i thot ti kunati tim, thot më kthevi fjalë, thot mua jo, kush është ajo, ka kapacitetet e këtyre. Vjen në kunati mu pastaj, vjen në shtëpi, hap derë me forcë, i bie në shkel derës, edhe futet bie të mraftin. Kjo nuk është normal. Qa ka bëva ki, tash, qa bëra tash të po më gjuhë, tash ti kush jeti, tash burim, tash jeti. Atës fillova të flas kequ. So acarova keq pastaj. Tash një herë tash ai kiku, tash po ke e dyta. Qa ka bëva ki, tash këtu. Më rafi kiku pastaj, dhe në unë një të ma djali, e në hika. Por bashkëshort... Largova nga shtëpia. Bashkëshort ishte në punë. Po pse nuk e njoftove bashkëshortin? Ishte në punë, jo, se prita fare më atë. Ika, u largova. Aq ma priti ajo. Tash pas ka të thënë fund, tash nuk jetoj më. Dhe ku shkove Valbona? E daja. Ti kisha njerëzit e mi këtu. E qartë. Erdha unë të dajat edhe shkom shtëpi ty. Nuk më gjenë. Ne i thot i tregojnë njerëzit edhe të tjetë këtu, pa e ka radio, pa të ndajtë. Ishte zonë këtë në vlajnë e vetë. Unë se di, po shumë thamë. Ti kështë bërë fjallë, në vjen ke unë. Vjen ke unë në më tha, ti ke që kefa, e keme më, pa ti të këmpresë shumë, pa të shtë gjëta, në ata e rëgulloj unë. Që sot e tutje, tha, po të preku push me dorë, ti rëgulloj unë ka të punë. Jo, tash unë s'kam besim më, tash ata janë mësu, tash ato tash shaj njëni, tash rrif tjetri, nuk shashin ma dosje, ku janë fjallet më të rënda. Nuk vendose ta denoncojë në polici dhunën? Ta ku dishi mund atëherë, sa vëteta. Ate fite dhe rëmuje, ku s'kishte regu, e që po e keqe, më kryste mënde fare për denoncime për gjëra kështu. Pastaj nga ma duri, në vatë, në qatë herës, jemi larguar për atë vëndi, Po. jemi iku fare, edhe e shita se pa të ndërë 2 roma, që punon të burri, i bëm 2 roma, atje neve i shitëm ato dhe bletim një to. Dhe u larguat, le të themi nga... Dhe na u larguat të të tishë ndashtë. Nuk pate më probleme me... Jo. Por Tu pastaj ka fituar jeta ime shumë normal. Që në burri asë njëri nga njësë të vetë nuk i do. Dhe më vika keq që nga darë me njerëz të vetë. Ju sot keni kontakte me kunatin? Jo, pare. Nuk keni kontakte fare me njerëz të vetë? Jo, pare, me asnjë. E qartë. Me asnjë. Për shkak se ata nuk të kanë dashur dhe nuk të kanë respektuar si nusën e familjes. Vilës edhe para ca kohësh, më tha, ku pas kam qenë, e thot, ku do që tjetë, ku pas kam qenë do të më përpara, thot, që të pas kam trajtuar kaq keq të me njerëz të mi. Këtë njerëz të mi ma pas kam bërë, këtë keqe. Por pse nuk Këtë keqe. Valbona, pse nuk të donin ty si nuse? Nuk e di. Vesh më shamin maloke, ka që ishte qytetar vetë, unë isha maloke. Kjo s'ka lidhje. Në mënyrë absolute. E dashur Valbona, ndalemi në 31 vite martes. Ju keni 31 vite martes me bashorti dhe jeni nëna e sa fëmijëve? 4 fëmijëve. Më e vogla sa vjeç është? Vogla është 5 vjeç. 5 vjeç me vogla, ndërsa i madhi sa ka shkuar, vajza? I madhi është 39, kështu 29. 29 vjeç. E dashur Valbona, këto 31 vite ti ke patur dashurinë dhe mbështetjen e bashortit, por jeta juaj ekonomike nuk ka qenë fort e mirë. Do ta kam moritur si ke prindrit, si këtu nuk na ka hesur paqë. Por pse? Jemi munduar. Ti e re në mosh, le të themi, ai i ri në mosh, nuk keni mund do t'ja dilni për të jetuar normal, nuk po them të bëheni pasanik, po Unë pasi shita shtëpiat atje, bletëm tokën edhe vazhduam shtëpinë. Maç,
e kam nisur shtëpinë me 50.000 lekë. Që e kam nisur nga themeli. Pastaj ngelen. Rëmuja dishin, papunësia madhe ka qenë. Nuk është koha si që është sot. Për në ato vitet tona, që kemi qenë në moshë, tamam për punë. Kemi pas punuar unë dhe burri, unë punoja këtë pucët, e firma, burri ka pas punuar në fabrik çementës. Po, shumë mirë. Edhe me ato pastaj kemi bërë shtëpijat, ngelen pastaj, fillohu që të rritë edhe fëmijët, jo shkolla, jo shumë probleme, o dita edhe unë më shumë pa punë, pastaj si ishin fëmijët e vegjël. E qartë, u troqe nga puna dhe u kujdese për fëmijët, sa ta kanë Troqe nga puna, filës kam lënë djalin të tretin, djalin, se kam djalin, kam vajzën, kam djalin, pastaj kam vajzën. E qartë. Kur kam vajtur në punë, shkova për atë dite për fat të keq ishte ajo, për fat të keq, që e lash djalin të... Ishte mirë, në fakt në mëngjes kur i kam punë, për atë ditë unë neta dhe jashtë orarit, si bëja 1 lekë më shumë, qa lekë dëmeshën, për 500 lekë ora ishte më shumë. Edhe, kur kam marrë dhe kam gjetur djalin jashtë, ishte ullur në dysheme, ishte dimër, shi binte, temperatura 40. Të mërshme. Para se të bëjshim në qasë shtëpi ishte në ndërtime sipër, kishim bërë një barake që jetojshim aty. 3 vjetë kam jetuar në barake. Qatë vite jashtë vite brenda. Për qatë lekësh merrshim vetëm në shtëpi. Tulla dhe llaç. Llaçe betoni, kam thënë na ka shku jeta, e sot na ka shku jeta llaçe betoni. S'kemi për të marrë asgjë me vete. Edhe qatë dite kam thënë, unë nuk shkoj në punë, vetëm të rris fëmijët. Vajza ishte futur me një cep se pikonte, këtë qatia, ishte hapur e në bitë shiu brenda. Vajza me një cep. Djali tjetër me një cep, djali vogël kishte dalë jashtë me temperaturë 40. Të merri. Ato janë të merru me fëmijët që i kam pa. E i kam thënë burrit nga unë më spërtë mu. Sikur një dhomë të më rregullosh atje, e na shu të rri. Nuk i kam punë, pastaj ka që nuk rishe dot, veç një kratë e burrit, një të zërë, se është normale, që të presësh veç nga burri është... E qartë. Pas të bëj edhe ai, ishte punati im të bështu. E në më thamë ta, ato të që të punosh ta të t'viju s'taj, tha e ndimon ta me tulla, tha edhe me laqë. Po i tha shumë. Po të tjapa 10.000 lekë në ditë, 10.000 lekë mu ishin goxha. Po i tha shumë. Kam punuar gati 1 muaj. Nga e pangrëna, që nuk ta dilta sa hanin bu, nga e pangrëna që rrishin se qatë vlesha, unë ja lesha fëmijëve, nuk e fuqa vetë, në mbarë, ja leshin fëmijëve, më ratë fikë të smura. Desh rash nga kati 3 më ratë poshtë, se më morën mënd, edhe më ratë puqia komplet. Luati lesioni, e kuptoj. Dhe plus që punoja atje, dhe mbaroja puna atje, të vite burri nga puna, se i bëte vetë shtëpia, s'këm mi marrë ustaj, se s'kishin letë. Pa buni mustaj, i bëshin vetë gjitha. E një mësh edhe atë të i po burët e themelit të i bëllacin, të i që burët. Dhe sa rash komplet, dhe ta mos mujta të, kam qenë bërë 30 kg njeri. E qartë, e kuptoj lodhjen e madhe që ke pasur në ato periudhë, ato shtëpi që ti jeton aktualisht i ke ndërtuar me duart e tua së bashku me bashortin. Kjo është pasuria ime, që kam bërë gjithë jetën, këtë lekët që kemi punuar, kemi pushtyrë, këtë tu janë fut. Por besoj që je e lumtur për këtë gjë që ja ke dalë. Jam shumë bilës një ditë, i kam thënë burrit, sikur të jenë në shesh pas një gjë në shtëpi,
Edhe ti të më thushe, ta shesin shtëpi, unë ta shpirë, tash nuk po jasë, tash shpirë, tash nuk shes. Ti pa e budallë, më thonë ka bëve. Jo, tash nuk më së qajtë më përmënd, të tash më shqit shpje, se unë shpje, tash tu gjaku i, edhe fmive t'ju kam thënë. Edhe unë, ku t'jemi gati, unë edhe babe që të vdesin, ku të bëjmë apastamenti, dhe ta bëjmë pa të drejtë shqitje, pse? Aty është gjaku. Dhe jetoni, po është gjaku im të më kujtoni, sa e që të punë të një prëmë. E dashur Valbona, sinqerisht në të dyja sot këtu në këtë live qëndruam disa minuta, ti më tregove këtë histori dhe më preke, por ajo që kuptova është që je një grua e fortë, ja ke dalë, je një nën krenare për fëmijët e tu, besoj të kanë bërë krenar. Jam shumë krenare për fëmijët dhe më sot. Nuk më kam pru asë një lojnë të lashi, asë një lojnë gjë, kam parë punën e vetë, stanë, mbaj familjet e veta. Nuk më kam pru probleme që në gjojmë sot nga gjithë rinia. Jam krenare për fëmijët që kam. Ajo që do kërkoja unë sot nga ty është që ti të jepi një mesazh si një nën që frymëzon me sakrificat e jetës, një nën që u dënua nga nëna e saj, mos të shkollohej, që luftove fort për të mbajtur familjen tënde, për të ndërtuar shtëpinë, aty ku më the është gjaku im, një mesazh për gjithë ato nëna që ndodhen në kushte të vështira dhe janë dorëzuar. Çfarë do i thoshe ti sot? Këtyre nënave do t'ju them që të jenë të forta, të qëndrojnë të forta, po, ama fëmijët mos t'i lënë pa shkollë, sepse ajo është e ardhmja e fëmijës. Një fëmijë pa shkollë është një fëmijë pa dituri, pa jetë në mes të rrugës. Në këtë kohë, bravo. Në këtë kohë je në mes të rrugës pa shkollë je parë. Nuk ke skushi. Të gjithë nënave ju bëj që të jenë mirë, Zoti t'i bekoj kudo që t'jenë, bashkë me fëmijët e tyre, po fëmijët mos t'i pengojnë nga shkolla, në të ndjekin në çdo lloj dege që ato thua. Mos t'i presin ëndrrën. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar apo keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këto histori njerëzore, histori reale, histori shqiptare që nuk vinë vetëm brenda territorit të Shqipërisë, por kudo ku ka shqiptar. Faleminderit, ju përqafoj dhe ritakohemi nesër. Mos harroni në të njëjtin vend ora 10 këtu në YouTube.